Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, kamomili shëron këto sëmundje në kohë rekord, ja si ta përdorni. Lulja e kamomilit ka përfitime me të vërtet të mahnitshme, të dobishme të cilat nuk janë të kufizuara vetëm në përdorimin që bëjmë për qetësim. Përfitimi më i njohur medicinal i kamomilit padyshim lidhet me lehtësimin e ndonjë gjendje të organeve të tretjes. Është e shkëlqyer për të përmirësuar tretjen duke favorizuar largimin e gazdrave të zorrëve, duke lehtësuar dhimbjen e stomakut, duke shmangur përzierjen dhe lehtësimin e dhimbjeve të barkut, gastritit dhe ulçërës. Këto përfitime janë për shkak të aftësisë së kamomilit për të vepruar si një relaksues i muskujve. Duke pasur përfitimet antiinflamatore, kamomili redukton inflamimin e mukozave të stomakut dhe zorrëve. Çaji i kamomilit është shumë i dobishëm për uljen e niveleve të kolesterolit. Kolin, një vitaminë e cila gjendet në kamomil, është e shkëlqyer për promovimin e eliminimit të yndyrës nga gjaku. Njerëzit me probleme të larta të kolesterolit mund të pinë 2 gota kamomili në ditë për ta rregulluar atë dhe për të rikthyer atë në nivele normale. Një tjetër nga vetit medicinale më të popularizuara të kamomilit është aftësia për të lehtësuar dhimbjet menstruale dhe para menstruacioneve. Kamomili gjithashtu ka një veprim estrogjenik dhe qetësues. Fal përfitimeve të tij antiinflamatore dhe antiseptike, kamomili gjithashtu është i shkëlqyer për trajtimin e dhimbjeve tuaja antiinflamatore dhe gjithashtu për lodhjen e syve. Për më tepër është i dobishëm edhe në lehtësimin e dhimbjeve të përbashkëta dhe nëse përdoret si një gargar mund të lehtësojë dhimbjen e dhëmbëve. Kamomili gjithashtu e mbron lëkurën dhe flokët duke eliminuar papastërtitë dhe duke ulur irritimin. Kjo bimë është e njohur dhe e përdorur që në lashtësi për shumë probleme shëndetësore, si për shembull një ilaç efektiv alternativ me pothuajse 0 efekte anësore, qetëson në dhimbjet e barkut, është antiinflamator dhe gjithashtu lehtëson në dhimbjet menstruale dhe problemet me dhimbjet e kokës. Kur flasim për kamomilin, imazhi i parë i cili na vjen ndërmend është çaj me kamomil. Por kjo bimë e njohur është përdorur që në lashtësi edhe si një ilaç mjekësor për shumë probleme shëndetësore. Antioksidantët e shumtë që gjenden tek vajrat e fuqishëm të kamomilit janë kontribues kryesor në aftësinë natyrore shëruese. Si një ilaç efektiv dhe alternativ me pothuajse asnjë efekt anësor, kamomili është përdorur rreth 5000 vjet si çaj. Ekstraktet e kësaj bime apo dhe produktet kozmetike për të promovuar qetësinë, vitalitet, pamje rinore dhe gjithashtu jetëgjatësinë. Përdorimi zakonisht përdoren lulet e thara të kamomilit që pasi zgjejnë në ujë të ngrohtë konsumohen në formën e çajit. Kamomili ka efekte qetësuese, ja pse këshillohet të pihet para se të flini, sidomos nga ata të cilët vuajnë nga pagjumësia ose nuk bëjnë gjumë të qetë. Ai ndihmon në tretjen dhe në problemet me zorrët, qetëson dhimbjet e barkut, është antiinflamator, lehtëson dhimbjet menstruale dhe gjithashtu problemet nga dhimbjet e kokës. Një tjetër funksion ka të bëjë pikërisht me
eliminimin e gazrave të tepërt nga zorët dhe shpesh ushtohet shampove dhe balsameve për shkak të vetive ushqyese që ka për flokët. Por, efektet pozitive të cilat janë ndjerë edhe tek spazmat muskulore dhe tek problemet reumatizmale, është treguar se stabilizon zorët në rast diarreje dhe përdoret në rast të irritimeve apo infeksioneve në rrugët urinare. Për të mos folur për qetësimin e sistemit tuaj nervor, për përdorim të jashtëm, ai rekomandohet kundër problemeve me lëkurën, sidomos ekzemat dhe largimin e skuqeve të syve. Sipas ekspertëve, me sa kemi parë dhe dëgjuar, është një bimë që me vetitë e saj vetëm na shëron. Së pari, qetëson sistemin nervor. Një studim i zhvilluar nga kërkues të Universitetit Shkencor të Pensilvanisë ka konfirmuar se kamomili është në gjendje që të ulë nivelet e ankthit tek pacientët të cilët janë të prekur prej tij. Së dyti, qetëson edhe aparatin tretës. Ekstraktet e kamomilit mund të ndihmojnë në reduktimin e ulçërave dhe dhimbjet e stomakut, si edhe të lehtësoj simptomat e zorrës së irrituar. Edhe pse duhen studime të tjera që ta konfirmojnë, në fakt kamomili vlerësohet edhe si bima që vepron kundër aciditetit të stomakut. Disa persona mund të mos të pëlqejnë kamomilin në formën e çajit, ndaj dhe mund ta konsumojnë lulen në sallata. Së treti, kamomili përdoret edhe në produktet kozmetike. Një ndër mënyrat që gjyshet tona kanë përdorur për të hapur ngjyrën e flokëve është kamomili. Studimet të shumta kanë evidentuar se kamomili rrit reflekset e dritës, çfarë shpjegon pse disa shampo përfshin në mesin e përbërësve të produkteve të tyre për të rritur reflekset bjonde të flokëve. Së katërti, redukton irritimin e lëkurës. Për përdorim të jashtëm, ai rekomandohet kundër problemeve me lëkurën, sidomos ekzemat dhe gjithashtu largimin e këtyre problemeve, sidomos të skuqjes së syve. Studime të shumta kanë treguar se lulja e kamomilit është efikase kundër këtyre problemeve dhe kjo shpjegon faktin që ai përdoret gjerësisht në produkte kozmetike. Së pesti, redukton problemet me ciklin. Vetitë e kamomilit janë të shumta, mirë po, veçanërisht sa i takon femrave duket se u vjen më së shumti në ndim. Sipas një studimi të publikuar, shpjegohet se kamomili vepron si qetësues kundër dhimbjeve të ciklit menstrual dhe inflamacionit. Së gjashti, kundër inflamacioneve dhe bllokimit nga rufa. Çaji i kamomilit është gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë kur ju jeni të sëmur dhe doni që të mundni një infeksion nga i ftohti, gripi apo sinoziti. Gjithashtu studimet tregojnë se avullimi me ekstraktet e kamomilit është i dobishëm në simptomat e zakonshme të ftohjes. Madje disa njerëz bëjnë gargar me çaj kamomili për të luftuar inflamacionin e mukozave brenda gojës dhe fytit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video
në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!